Ashtu si Stamir, tani do të flasim pak për parashikimin e motit dhe si gjithmonë si çdo të mërkur me neve në studio është Mendim Rrugova. Mendim mirë se vjen. Mirë se erdhëm Mendim. Cila vjen? S'kemi lajme të mira. Jo, përveç. Unë e kom thonë, s'ka lidhje çfarë lajme vjen pozitiv. Kjo është e rëndësishme, nuk po ma prish atë pjesë. Zakonisht mendimi është pozitiv. Mendim, çka na pret këto ditë me motin? Po përveç, ende më të stabil po kemi, do thotë premton edhe patëm atë ditën më të ftoftë, ndoshta këtu 20 vitet e fundit me temperaturë mesatare dikon vetëm për 6.5 gradë Celsius që ka qenë në Prishtinë, edhe dikon prej vitit 2004 nuk ka pas kaq temperatura të ulta, po edhe këtë javë po do të thotë nuk po shihet një stabilizim i motit, sidomos prej fundjavë po pritet me pas një ndryshim. Shkojmë të slajdi parë, të shohim nëse mund të se është animacion kjo, të shohim këtu masat e ftohta ajrore ka po na vinë prej veriut, do të thotë po bëhen gati me zbrit poshtë mandej, edhe do të thotë prej ditës shtunë diel mandej zbresin edhe mbi rajonin tonë edhe pritet me zbrit temperaturat kogjasi shumë. Mendim, çka janë këto me të kuqe, me gjelbësh, me të kaltër? Me të kuqe janë do të thotë temperatura më të ngrohta, me të kaltër janë temperatura më të ftohta. Sidomos me të gjelbërta janë edhe tepër më të ftohta, diku për 7-8 gradë Celsius. Vlerat mesatare, këtu janë masat ajrore, do të thotë 1500 metra në altësi mbjetërore. Se do të thotë në këtë në altësi janë vrejen ato masat ma mirë të ardhë, do të thotë. Si po lëvizin, me qenë se krejt pranë sipërfaqes mundën me pësu pak ndryshime, po në këtë në altësi për 1500 metrave, i vrejnë tamam masat prikaj po vinë, do të thotë fushat ajrore, edhe po vrejet që do të thotë prej Arktikut po vinë këto zona ma të ftofta, me qenë se kemi një ciklon rreth Baltikut dhe Skandinavisë jugore, edhe ato mandej për tërhekun këto masat ftofta dhe i zbresin poshtë, edhe po shihet do thotë edhe deri në pjesë të Afrikës mandej mrin. Mendim, disa herë the që temperatura shumë të ulta, çka nuk deri sa se do thotë në fundjavë me shku temperatura. Në fundjavë do thotë po pritet me zbritjen ndoshta edhe afër 10 gradë Celsius. Shtunën i kemi diku deri 16-17 gradë Celsius temperatura që zbresin, po mandej në fundjavë zbresin edhe këtë ofër 10 gradë Celsius. Veç minus mos të shkojnë asë. Edhe natyrisht prej ditës shtunë po pritet një më tipik vjashtor, do thotë me pas më shumë shi, do thotë shi më i madh po pritet edhe gjatë javës sashme mandej me vazhdu, shi i madh, kështu që çadrat me veti pa duhet mi pas gjatë javës sashme. Edhe po shkojmë të slajdi tjetër, bashkë të shohim sasinë e treshuna që po pritet, do thotë për gjatë javës. Prej ditës sotit deri spakën deri me 2 qershor, do thotë këtë javë, sipas modelit evropian, ky ECM që është ka fillimin. Mendim direkt afro aty dhe na tregon më lehtë. Duket që pak kështu më shpejt. Ndryshimin nëse më lejon. Jemi okay me po. Do thotë dikun prej 60 deri në 100 mm treshuna pritet me pas në pjesë të ulta të vendit, tash për afërsisht për japi gjatë muajit janë dikun 50 deri në 55 mm treshuna që vinë në Prishtinë, për shembull. Gjatë muajit tash po pritet me rom pjesë të ulta, do thotë edhe 60-100 mm më shumë, edhe pse për javës kalume kemi pas një 20 mm që janë lidhë treshuna. Këtu ende mundet me shtu fundin, do thotë që maji mundet me pas treshuna më shumë. Kjo në bazë modelit evropian, edhe sipas modelit evropian treshuna më të shumta ndoshta edhe për 200 mm, po vret këtë më veri do thotë më ka Serbia mundet me pas, po dikun 150 mm i kemi treshunat edhe rreth visëve malore, do thotë zona sharrit ajo pjesë. Sa i përket modelit amerikan, Global Forecasting System që është, edhe këtu do thotë ka dikun 40 deri në 50 mm treshuna që po pritet me pas vendit tonë, visëve malore ndoshta edhe 100, po këtu pjesë më shumë të që mundet me pranu Shqipe parashe rreth Greqisë. Do thotë këtu ka pak këtu poshtë rreth Greqisë, a? Po. Ka disa diskrepanca në këto modele që natyrisht edhe është pak periudhë më afatgjatë kjo deri me 2 qershor se mundet me ndryshuar. Ti në fakt majën e ke paralajmëruar në këtë studi që kam qenë kështu. Po qershorja ka shpresë që do të jetë më i mirë. E mandej prej qershorit po duket ndoshta ka gjasa pak me pas një stabilizim të motit, me qenë se fusha anticiklonike po depërtojnë pak më shumë i kontinent, edhe kur zakonisht anticiklonet shoqëruan me më të qëndrueshëm, kështu që ndoshta kemi pas edhe intervale më të gjata me diell,
edhe temperaturat shënojnë rritjen ndoshta edhe për mbi 25 gradë Celsius, mandej. Ndoshta po, kështu që edhe kjo. Po, ajo është ende pak larg, Amir, duhet pak më rezervuar atë. Kemi vërshime shembull nga këto rreshtë të shiut që po parlajmëron këtyre ditëve se ky është një shqetësim që tek ne do të thotë, nëse kjo është për të javën, edhe do të thotë këto rreshtë nuk munden me qenë kështu rrebeshët shumë të shpejta, që me pas ndoshta për vërshime apo mbytje, ma shumë vërshimit s'paktën për modeleve, për atyne modeleve për vërshime që japin, po japin ma shumë ndoshta pjesë të servisit në atë zonë që mundet me pas rreth lumeve, po thonë. E po mirë. A për ndryshe në për ku mundet me pas pak rreshtë ma të shumë të ma të gjata, sidomos në për qytete, po thonë, ndoshta mundet me pas përmbytje urbane që po quhen, do thotë pjesë më të ulta të qytetit ku ka grupa ose në nkalimin atë çka mundet me pas pak më shumë. Se që të komunikacion që shë kemi, vetëm edhe përmbytjet po na duhen me u mbyllë për shtëpia. Veç ti flasë edhe për dy detashme, Amir, se me qenë se fële ma shumë për treshën, do të për dy detashme, ajten edhe premten, po pritet me pas ma shumë intervale me djellë, edhe temperaturat i kemi ma të naltë atashti, edhe ditën e sot në vetëm i kemi, dikon për dhe 23-25 gradë Celsius kanë arrit temperatura, edhe ditën ditë vetashme i kemi të naltë temperatura dhe 25-26 gradë Celsius ditën e premte, rrebeshë shiu mundet me pas kryesisht orët pas ditës, sot deri sa erdha në studio pa të riga aty këtu ku Moskove, po gjatë natës mundet me pas prap treshna pak më shumë që mund me kalu mbi vend. Ditën e nesme rrebeshët janë pak më të izolume, edhe të premten mesë pak më të izolume rreth visë malore, kështu që më shumë po pritet me pas diell këtu dy ditë tashme, para se me orë mandej kjo katrahur meteorologjike për ditës për vikendet mandej me pas ma shumë vrancina, madje edhe djellosje pritet me pas ma pak gjatë javës sashme, kështu që shfrytëzojnë e ajtën dhe të prantën. Qodrat. Ajta, po të paralajmëroj këto qatë pushimi që se kom shfrytëzu ende, pikërisht që do javë me shi, jo me shty, po me marë ti këto vetë, unë me pushu. Mendim, faleminderit për sot, tash të pretë studio tjetër, anej? Pa tjetër, dhe ditëve tash me i shuaj ma detajsh, ma ndej si po zhvillohet situata sinoptike. Apo mbesin ende këtu, besushme këtu parashikime, apo mundet me ndryshu diçka. Dhe ne mbesin me shpesin që në një ditë të vish në këtë studio vetëm me lajme të mira. Do të ketë djellë temperatura 30, po jo, deri tash. Faleminderit shumë Mendim. Faleminderit. Ne kemi mbritur në fund për sot, do takohemi nesër po nga ora 12. Ditë me diell, mos harroni nga ora 12, takohemi prapë. Mirupafshim.